Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë, edhe këtë të mërkurë të 1 prillit do të jemi së bashku në transmetim të drejt për drejt, duke ju uruar të gjithë ju që po na ndiqni drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend në televizionin News 24, një muaj sa më të mbar. Ndërkohë që ditën e sotme do të flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në fshatin Agim të Fierit vetëm 2 ditë më parë, ku një 31 vjeçar ka dhunuar babain dhe motrën. Për më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktori e emisionit Me zemër të hapur Anila Akmataj dhe rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, sepse babai i 31 vjeçarit ka dhënë një intervistë ekskluzive për studion e emisionit Me zemër të hapur. Një konflikt brenda familjes ka degraduar në dhunë fizike ku djali i familjes ka ushtruar dhunë ndaj babait dhe motrës së tij, duke tronditur jo vetëm familjarët por edhe komunitetin përreth. Pas denoncimit të menjëhershëm, specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Fier kanë ndërhyrë duke bërë arrestimin e flagrancë të 31 vjeçarit me inicialet AD, banues në këtë fshat. Sipas burimeve, i riu akuzohet se ka ushtruar dhunë të përsëritur ndaj familjarëve, ndërsa aktualisht ndodhet në pranga. Dyshohet se konflikti ka lindur për shkak të mosmarrveshjeve familjare lidhur me bashortën e 31 vjeçarit, një shtetase italiane, të cilën familja nuk e ka pranuar. Kjo situatë ka sjellë përplasje të vazhdueshme që me kalimin e kohës kanë agravuar deri në dhunë fizike. Redaksia e emisionit Me zemër të hapur ka zhvilluar një intervistë ekskluzive me babain e të arrestuarit, i cili ka dhënë detaje tronditëse mbi jetën e tyre në familje. Ai rrëfen se djali i tij ka qenë prej kohësh një rrezik i vazhdueshëm për jetën e tyre, duke krijuar një klim frike dhe pasigurie. Sipas tij, situata kishte arritur në atë pikë sa familjarët detyroheshin të bënin gjumin me radhë për të ruajtur njëri tjetrin nga ndonjë akt i mundshëm dhune. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në studio, në fakt në atë intervistë zhvilluar vetëm mbrëmjen e kaluar, i moshuari ka treguar disa detaje tronditëse të cilat i pasqyroi në kronikën e saj edhe kryeredaktori e emisionit Me zemër të hapur, por ka dhe shumë detaje të tjera se çfarë ndodhi 2 ditë më parë, kush ishte molla e sherrit në fakt dhe midis kujt ka filluar sherri derisa ka përfunduar në dhunë fizike, por njëkohësisht edhe për të shkuarën dhe të tashmen e 31 vjeçarit, që është shumë e vështirë që babai të tregojë detaje tronditëse në lidhje me familjen e tij. Me mua në studio është avokati dhe ndërmjetësi zoti Ylli Kameri. Përshëndetje avokat, mirë se erdhe në këtë studio. Në krahun tënd Eduard Tapa, psikologu ynë i përhershëm, psikolog klinik. Përshëndetje, mirë se erdhe. Atëherë, me të dy ju kemi folur edhe përpara se të hynim në transmetim të drejt për drejt, sepse dhuna në familje por merr trajta të tjera deri në fatalitete, dhe ajo çfarë na bën përshtypje, kemi kaluar nga dhuna midis partnerëve, sidomos ndaj grave dhe vajzave, në dhunë midis fëmijës edhe prindit. Më parë nuk ka qenë kaq shumë e detajuar kjo dhunë dhe e dalë në sipërfaqe, edhe pse ka ekzistuar edhe përpara viteve 90, gjithmonë diskutonim që dhuna ose mënyra se si qasej prindi ndaj fëmijës ka qenë gjithmonë autoritare dhe gjithmonë e dhunshme, madje edhe në sistemin arsimor, por ndërkohë kemi kohët e fundit që është fëmia ai që ngre dorë mbi prindin. Avokat, është e vërtetë që raste të tilla ju i përfaqësoni në gjykatën e gjithë Shqipërisë? Kemi shtim të rasteve të tilla? Në Shqipërisë kemi pasur raste të dhunës në familje, prindrit me njëri tjetrin, bashortet me njëri tjetrin, brezat me njëri tjetrin kanë pas konflikte dhe ndofta edhe para vitit 1990 ka qenë konflikti midis brezave, nuk ka qenë të trajtuar në këtë formë, por tashma me ndryshimin e kushteve ekonomike dhe sociale të familjes shqiptare, dhuna ka marrë trajtim të veçantë dhe është trajtuar në mënyrë të posaçme, si nga kushtetuta, si nga ligjet e posaçme, ashtu edhe nga legjislacioni procedural penal dhe legjislacioni penal. Disa vepra penale që janë në kuadër të mbrojtjes deri te dinjitetit edhe të moralit trajtohen nga organet e prokurorisë, disa ndiqen me kërkesën e personave të cilët kanë pësuar dhunën, por disa vepra penale dhe përfshi domethënë edhe dhunën në familje ndiqen kryesisht nga organi i prokurorisë edhe përfundojnë në gjykata.
Përpara se të përfundojnë gjykata, ka një fazë e cila mund të trajtohet civilisht, mund të trajtohet nëpërmjet të seancave të pajtimit për të kuptuar realisht se ku është problemi, realisht se ku është e vërteta, dhe kjo gjë mungon që të analizohet në mënyrë shkencore. Është një formë e re dhune avokat që fëmijët dhunojnë prindrit e tyre, se ndahet në dy epoka, para 90-s dhe pas 90-s. Por vitet e fundit po shikojmë shumë shtim të rasteve që fëmijët dhunojnë prindrit, madje kemi edhe fatalitete të cilat kanë çuar edhe deri në ekzekutim të prindërve, dhe ne kemi pasur ekskluzive raste në studion e emisionit Me zemër të hapur, ngjarje që kanë tronditur me të vërtet shoqërinë shqiptare. A kemi ne shtim të rasteve që fëmijët dhunojnë prindrit? Do kemi jashtëzakonisht shumë raste në cilët fëmijët dhunojnë prindrit e tyre, sepse kultura e dhunës e kultivuar pas vitit 1990 në raport me legjislacionin ishin shumë larg, domethënë njëra tjetrës, edhe ndofta kjo solli në vitin 2006 spari për të mbrojtur gratë nga trafiku, sepse ishte periudha e trafikimit. Mbyllim telefonin avokat, se jemi në transmetim live. Të lutem, po? Pas vitit 1990, pas vitit 2006, du të themi, hyri në fuqi legjislacioni për masat e dhunës në familje, i cili kishte qëllim kryesisht mbrojtjen e grave të dhunuara, sepse fillimisht u iniciua vetëm për këtë qëllim, ndofta në kuadrin e mbrojtjes së marrëdhënieve familjare, dhe kjo ardhi për shkak të konventës së Stambollit, pasi gjithë shtetet europiane u bashkuan edhe krijuan një konvent për të mbrojtur gratë e trafikuar, fëmijët e trafikuar, persona domethënë të cilët ndofta më përpara quheshin pranoheshin nga shoqëria format dhunës, siç ishte për shembull marrja e fëmisë dhe braktisja në Gjermani me qëllim që të sigurosh një jetë më të mirë. Dhe jo vetëm në Gjermani, në gjithë Europën, po? Po flas për. Po, ishte një trend i atyre viteve. Ishte një trend i atyre viteve, dhe ishte një kulturë e cila e gjente mbështetje edhe nga organet shtetërore, organet ligjzbatuese të cilat kishin detyrë që të luftonin këtë lloj trafiku, këtë lloj procesi u përfshin në mënyrë të vullnetshme, du të themi. E gjithë propaganda që u bë të dhunës ndaj grave, vajzave dhe fëmijëve, nuk u përfshi edhe mosha e tretë dhe prindrit, dhe prandaj dhe humben lidhjet familjare, humben marrëdhëniet familjare, dhe tashmë çdo shfaqje e tyre marrëdhënieve familjare bëhet në formën më të lartë dhunës, edhe që është e dukshme edhe për një sy të thjeshtë. Do kemi mundësi të flasim me detaje edhe për rastin konkret. Rregullojmë celularin avokat të jetë zëri ulur, e di që po ndiqesh masivisht ditën e sotme dhe teksa të shikojnë në ekran drejt për së drejti të telefonojnë. Megjithatë do të na presin deri gjatë hapësirës parë publicitare, kur mund të bësh edhe telefonatat që të vinë. Edi, sipas këndvështrimit tënd, ne folëm edhe pak më përpara, kemi rritje në fakt dhe një përmbysje të asaj që dikur ishte prindi që për shkak edhe të prindërimit autoritar, tani kemi atë prindërimin liberal, do flasim pak më vonë për këtë gjë, por kemi fëmijët që dhunojnë prindërit, dhe sidomos rasti konkret është vetëm një 31 vjeçar. Ato fëmijët që po bëjnë ushtrimin e dhunës ndaj prindërve të tyre është njëjti model që është aplikuar ka ato vite më përpara, dhe ky model është në bumerang sot, sepse kemi të bëjmë një model dhune brenda familjes. Por kjo është ajo dhuna klasike që ne për cilën po flasim, pra, sepse po i referohesh dhunës fizike, e cila është përgjithsisht e identifikueshme, jo plotësisht, po kur ne kalojmë në një dhunë tjetër që bëhet masivisht, po themi në çdo ditë, edhe nuk besoj që ka një dritar apo 4 muret brenda një familje që nuk e ka patur në një moment të caktuar, që është dhuna psikologjike ose ajo dhuna verbale që ne kemi në përditshmërinë tonë. Pra, mënyra sepse po ta shikosh gjithmonë para se të kalohet në një konflikt fizik, është një dhunë verbale ose një dhunë psikologjike që transmetohet ose induktohet nga personi që mund të ketë autoritetin më të lartë, ose person që ka fuqinë më të lartë ndaj personave të tjerë, të cilët janë pak, domethënë, më të rrëhequr, më të zbrasur, më pak autonom, ose më pak, domethënë, po them, të përfshirë në situata të caktuara qoftë edhe brenda familjes. Pra, krijohet një lloj distance lart fuqie midis personit autoritar dhe personit i cili në këtë moment është personi, po them, më pak i mbrojtur ose më pak i pavarur nga personat e tjerë. Pra, kjo është ajo që shpesh herë duke mbetur gjithmonë në heshtje, pa një zë arsye dhe pa kërkuar ndihmën, në momentin e bën të vështirë për ta parandaluar dhe më pas për të shmangur të gjithë këto situata që kemi.
është goditur pak mendoj kolonat më kryesore, domethënë të rënja e një familje. Ka dhe një arsye tjetër, sepse ndryshim siç e thatë avokati, për shembull nga 90-tat dhe pas, ka ndryshuar dhe pjesa e familjes, mënyra se si është vendosur, migrimi pra nga qytetet e tjera për të ardhur në drejtim të Tiranës, edhe migrimi nga Tirana apo çdo qytet për të ikur jashtë, pra kultura e mbarë andej, pra implementimi i kulturave të reja, patjetër që ka ndikuar. Por mos harrojmë që të rinjt sot po përballen me fenomenet të tjera. Për shembull, substanca psikoaktive luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Pra, sepse janë nxitës dhe element psikoaktiv që e bëjnë më të vështirë atë përmbajtjen e tyre. Pra, janë katalizator nxitës edhe për tensionin, edhe për agresivitetin, edhe për impulsin, që shpesh herë nëse nuk ka një arsyetim të duhur, është e vështirë për t'u parandaluar. Dhe po të shikojmë për shembull edhe prindit me fëmijët, pra nëse ka nisur marrëdhënie verbale, pra shpesh herë ne shikojmë edhe në show, pra reality show të ndryshme, kur i thot pusho se po të flasun vetë fjala pusho, pra i heqë drejtën fjalës, i heqë drejtën emocionit, i heqë drejtën për të shprehur, për të çliruar, për patur empati, për të qenë dëgjues aktiv. Pra të gjitha këto e bëjnë person të ndihet më i mbyllur, më regresis. Dhe çfarë bën? Në momentin që ai mbyll çdo lloj rrugë komunikimi, si me familjarë dhe me të tjerët, ajo gjendja e tij emocionale mbetet e ngrirë brenda tij. Po kjo ngrirje shpesh herë krijon, po themi atë të nxjerrë me presion se një bombë emocionale brenda tij, që në një moment të caktuar dikush mund ta preki pa dashur me një fjalë apo me një gest apo me një reagim dhe mund të shpërthejë. Është një fenomen i shoqërive moderne që fëmijët të dhunojnë prindrit apo i shoqërive në tranzicion siç jemi edhe ne? Ta thash, është modeli i kthyer në bumerang, ai që është aplikuar dhe praktikuar në mënyrë të gabuar shumë kohë më përpara, pra sepse nëse është aplikuar tek një fëmijë, po them i viteve 90, sot ai është 35-36 vjeç. Pra sot e ka krijuar familjen e vet. I njëjti model sot po përsëritet në bumerang në mënyrën se si e ka. Pra atë që ka përjetuar në fëmijërinë në një farë mënyre po kthen në reston kur ai është madhor. Çdo lloj dhune, nëse nuk ka, pra çdo lloj dhune, sepse ne kemi edhe trauma transgenerative, pra që trashëgon nga brezi në brez. Akoma sot në një pakicë ne kemi familje, po themun disa kurora brenda shtëpie, ku kemi gjyshërit, kemi fëmijët e tjerë dhe fëmijët e fëmijëve, pra rrinë jo në të njëjtën shtëpi, pra po themi në një shtëpi klasike në një apartament, po kryesisht mund të qëndrojnë edhe në vila, të cilët kanë më tepër hapësira dhe qëndrojnë edhe 3 kurora. Pra, edhe shpesh herë modelet e tilla mund kalojnë nga brezi që është aktual më në moshë deri ke brezet e reja, sepse ka dhe një gjë e vis. Çdo lloj dhune, nëse nuk arrit që të dalë dikush dhe ta presi këtë lloj zinxhiri, automatikisht mund kalojë nga brezi në brez dhe fillon dhuna e përsëritur ku është problemi më madh, sepse normalizohet dhe më pas kthehet në normë, e normatizuar, sa duket diçka tepër normale në një familje. Ju si psikologë ndjeni që ka një rritje të një tendence të tillë të dhunës së fëmijëve ndaj prindërve? Të paktën me ngjarje që ne kemi parë kohë dhe fundi, referohemi ngjarjeve, të cilët kemi qenë dhe në panele televizive, po dhe atyre të cilët janë më të dokumentueshme, sepse kur je në sistemin e gjykatave, siç është avokatja, ka më të prekshme, sepse për shkak edhe punës edhe kontakti që ka me kërkimin e ndihmës, sidomos të familjeve të cilët janë procese dhe konflikte. Por normalisht ka një shtim të këtyre. Ka një shtim, kërkojnë ndihmë tek ju? Si është qasja me juve si psikolog? Tek ne impakti i parë nuk vihet gjithmonë për dhunën, vihet për një arsye tjetër e cila është kryesisht po them me natyrë psikoemocionale. Po kur ne normalisht punojmë dhe trajtojmë të gjithë dinamikat e duhura, domethënë narrativet, anamnezën brenda historikut personal të personit, shikojmë që edhe dhuna është një element që shpesh herë gjendet. Qartë. Avokat, është një trend në rritje sipas statistikave që ju keni në zyrën tuaj avokatore? Kemi një trend në rritje të denoncimeve të rasteve të dhunës, pasi dhuna ka ekzistuar edhe ekziston edhe pa Denoncimet përfundojnë në gjykat, avokat? Po, përfundojnë në gjykat, përfundojnë në 2 forma. Strukturat e organeve policore marrin 2 lloje po themi aktesh ligjore. I pari është kërkesa për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes dhe e dyta është kërkesa për kallëzimi penal, të cilin viktima dhënuar për momentin e gjykon edhe e shpreh, domethënë, përpara organit procedues që të vijojë domethënë procesi penal. Shpesh herë viktimat ndodhen në presionin për ta tërheqë kallëzimin penal, por në rastet e dhunës në familje, me bërjen e kallëzimit penal fiksohen provat edhe normalisht procesi nuk mund të kthehet dhe vijon procedura standarde e hetimit nga organet të prokurorisë. Mirë, po shpesh ka sjell edhe faktin e denoncimeve për interesa
pasurore, për interesa ekonomike, apo për interesa që s'kan lidhje me aspektet e dhunës në familje, për të dëmtu palët e tjera me qëllim përfitimi. Dhe shpesh herë ne gjejmë edhe persona të akuzuar me pa të drejtë dhe deri më sot, pothuajse në asnjë rast kallëzimet penale për sa i takon dhunës në familje nuk janë trajtuar si kallëzime të rreme, pasi shpesh herë ato kanë rezultuar të vërteta. Mirë, avokat, mund të prezantova se ju jeni edhe ndërmjetës edhe avokat. Shkoni drejt ndërmjetësimit kur ndodhin raste të tilla? Çfarë do lloji qoftë arsyeja, qoftë prosore apo gjithçka tjetër? Po, procesi i ndërmjetësimit ndodh kur të dy palët janë dakord për të zhvilluar procesin e ndërmjetësimit, jo procesi i pajtimit. Procesi i pajtimit është i detyrueshëm që zhvillohet përpara gjyqtarit i cili zhvillon seancën e urdhrit mbrojtjes, ndërsa procesi i ndërmjetësimit kërkon vullnetin e të dy palëve për të trajtuar problemet dhe kjo ndodh vazhdimisht. Gjaku u zbëhet, thot populli, por do doja në rastet dhe në përvojën tuaj. Si ka ecur ndërmjetësimi apo seanca edhe pajtimit në gjykat? Po, seancat e pajtimit në gjykat zhvillohen në prezencën e gjyqtarit dhe miratohet vullneti i palëve nëse ekziston për momentin, por gjithsesi gjykata ka të drejtën që të vendosë për masat e urdhrit mbrojtjes, duke parë në raport me intensitetin e veprimeve të dhunës, mënyrën me cilën janë cënuar nderi, dinjiteti, marrëdhëniet ekonomike, marrëdhëniet psikologjike apo aspektet të tjera si nga ana seksuale, ashtu edhe nga ana për sa i takon sfondeve të tjera të mënyrës së shfaqjes së dhunës. Ndërmjetësimet shpeshherë përfundojnë me sukses? Kurse ndërmjetësimet, po, pothuajse në çdo rast, në momentin që palët vendosin që t'i trajtojnë problemet njëri me tjetrin, të shfaqen të hapur njëri me tjetrin. Të kalojmë pak tek seanca pajtimit që të gjithë ata që po na ndjekin, seanca pajtimit bëhet përpara gjykatës, thoni ju, gjykatësit apo gjykatës, por ndërkohë gjyqi vijon për të marrë... Nuk e ndalon domethënë procesin ligjor. Sepse mos e mendojnë teleshikuesit që vërtet do shkojmë në gjykat, vërtet do kemi një seancë pajtimi dhe gjyqi mbyllet me seancën e pajtimit dhe me miratimin e dyja palëve. Jo, mund të arrihet pajtimi, por... Gjykata shikon vëren intensitetin e dhunës, vëren pasojat, vëren një sër aktesh në të cilat futet akti i ekspertizës mjekoligjore, i cili... Edhe pas seancës pajtimit gjyqi vijon. Mund të ketë lehtësira, por gjyqi vijon. Gjyqi vijon edhe me tërheqjen e viktimës nga kallëzimi apo nga kërkesa për urdhër mbrojtje, gjykata është e detyruar që të shprehet për vijimin, për marrjen e masave të nevojshme për sa i takon urdhrit mbrojtjes. Faleminderit. Urdhri mbrojtjes është pothuajse i karakterit deklarativ, që do të thotë është një paralajmërim që të mos përsëriten veprimet të tilla dhune, por duke parë intensitetin e lartë të dhunës edhe rrezikshmërinë shumë të madhe që personat dhunues paraqesin ndaj viktimave të tyre, mjetet e presionit, aftësinë e tyre fizike, fuqinë, lidhje shoqërore e tjerë, gjykatat zakonisht e mbrojnë viktimën pavarësisht dëshirës apo mungesës së dëshirës së viktimës për të mbrojtur vetveten në vijim në procedurat vijuese. Ju falenderoj të dyve për këtë pjesë të parë, kemi folur në përgjithësi se çfarë ndodh pikërisht me këtë fenomen. Kalojmë në hapësirën e parë publicitare dhe në pjesën e dytë do ndjekim një intervistë ekskluzive të babait të 31 vjeçarit. Kush ishte molla e sherrit, çfarë ka ndodhur në familje, a është e vërtetë që molla e sherrit është pikërisht bashkëtuesja italiane, pse ato janë kundër kësaj bashkëtese, çfarë ka ndodhur në jetën e 31 vjeçarit, shumë detaje jep i moshuari në intervistën, vetëm në pjesën e dytë do të kemi mundësi ta ndjekim publicitet. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë të emisionit, ku ditën e sotme po flasim pikërisht për një ngjarje e rëndë që ka ndodhur në fshatin Agim të Fierit vetëm 2 ditë më parë, ku një 31 vjeçar ka dhunuar fillimisht motrën, një sherr i nisur midis bashkëtueses së tij italiane, nuk kishin shumë ditë që kishin mbërritur në Shqipëri të dy, njëherë djali dhe më pas bashkëtuesja e tij me vajzën e shtëpisë. Dhe më pas sherri ka perceptuar edhe tek moshuari dhe tashmë kemi 2 viktima të kësaj dhune, babain e moshuar edhe vajzën e këtij të fundit. Për emisionin Me Zemër të Hapur, i moshuari ka dhënë një intervistë të gjatë, e ndjekim në këto momente dhe rikthehemi për ta analizuar këtë ngjarje. Unë jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur News 24.
Si jeni juve, si është vajza? Mirë. Çfarë ndodhi para 2 ditësh me djalin? Na goditi, na ofendoj, ajo... Ishet ju që e thirrët policin? Po. Sa kohë kishte djali që kishte ardhur nga Italia? Një muaj, që datë 27. Që me datë 27, një muaj, ë? Po. Po edhe ajo nusja e tij aty me ju ishte? Jo. Ajo është në Itali? Jo, ajo e datë 28, e du ajo. Po. Ne po bëjmë me njerën mua betë, unë i përmësi në ta nga lagje tjere, do në dhe në të në telefoni. E kuptoj. E du, motën me vajzën. Unë hyrë si për ndarën, për të qoti djalin, pojtëm kapi për shyti. Si punë gota, për që hyrë në Romë, për një asretogja, ajo pasa djalin nga italianga, do të hefë ne, do të vetë dinamikin. Në të lasë tjera nuk e them. Po. Desha të dija, djali ka kohë me këtë shtetasin italiane që jeton? Ka një 7 vite. 7 vite. Pra, me pak fjalë ju e keni pranuar, se ata kanë 7 vite bashkë. Nuk në ka gjithë djali kërë e pruri. E qartë. Ta duhet 30.000 leksa, se kam një vëllëri bankare, tha. Po. Kur u plasëm të dyrë. E kuptoj. Djali ka vite në Itali? 12 vjetë. 12 vjetë. Dhe 7 vite që jeton me këtë gruan që ka, apo jo? Da gruan e parë me fëmijë. Dhe morëm qafat e vajzën. Dhe do një qitën dhe kur qishin tu, pa igu. E kuptoj. Edhe tani ka 7 vite që jeton me këtë italianën, apo jo? Dhe më para mund të kishte e se ku më bërë një një Italiu, dhe më para mund të kjete. E kuptoj. Sa fëmijë ka djali? Atë nusën pa një djali. Po me këtë të dytën, italianën? Nuk ka. Nuk ka. Po shkon mirë me ish nusën e parë? Me fëmijët, flet, komunikon? Jo. Nuk komunikon fare? Ka me prera, ka lidhe. Ishmatura, ka një vajt me atë burën tjere. E kuptoj. Pra ju këtë shtetasin italiane nuk e doni? Unë nisha nusën kur qesë mu gruja, më ndorën gruan jashtë, që u kokën dhe djallit, të bej prapa ti e vajti. Po djali këshu ka qënë për herë i dhunshëm? Po me. Këshu ka qënë, Po herën e fundit debatin e pas ka pasur me vajzën tënde, me motrën e vetë, apo jo? Atë natë i tha vajzë dili për jashtë, tha. Për i thash unë, e thira unë herë të në koridore dhe ku erë. Që më gjenjëm, që më shtronë, unë zeti, Po. e që tanë, të unë pika gazim rapa, ta po mërëshin aty, i tha vajzë dili për jashtë, tha. Për jashtë atë gjallë, në hetë. A i të shtyti vajzën, shtyti gruja mes, ma futi mua më zuzën, më thevë për shtyti. Kuptoj. Më thevë për shtyti e dyre. Po s'panë, kjese, gotën në zhoj e shtyti. Kjo italiane a ku ishte në atë ko? Italiani janë lidhi shërë me gotën dhe vajzën. Të ndezë, unë pika gazin mbrapa. E kuptoj. Po ajo ku është tani, që është arrestuar djali jot? Ajo ishtë full lagjës në një tjetër më tanë. E kuptoj. Pra debati ka filluar midis vajzës tënde dhe italianës. Po. E filloj ajo. Po për çfarë arsye? Për ne, asë sa djali, asë gjetu, sa duhet 30 lekë dhe kam një vëllëri bankare, tha. Po e pam tunet e dëreshtis. Në momentin që ju thirrët policinë, erdhi policia si veproi? Policia erdhi u përgjigj direkt. Në nisin nevën për para i ki bedancime, se ata mund telefon. Hajde tha e mos zem ne, tha, jo, mos shkërkoj ne, tha, hajde vetë. I bëri rezistencë policisë djali? Erdhi vetë. Erdhi vetë, e kuptoj.
Ju jeni dëmtuar shumë? Jo, unë vetëm të fytin, kam pak vene nga fyti. E kuptoj, po vajza? Ka një hangë kështu bëmë dhe që. Ju dha dëshminë tuaj në polici? Po. Edhe djali e dha dëshminë, a? Djali mua në standard. Djalin mbajtën juve ju lanë të lirë. Keni shkuar ke mjeku ligjor për të parë një raport? Me qumë atë kem dhjetë e mjeku ligjori. Gjelën si shte e janë në mua në telefon, vajtën dhjetë. E kuptoj. Tani si do veproni me djalin? Mbasi e keni akuzuar për dhunë familje? Po në fresin. E kuptoj, po si do shkoj situata se a i mbetet përsëri fëmia juaj? Do mbaroj dënimin, çfarë do ndodhi? Që do ndodhen, e dojnë të rezin time, unë kam të rezin time. Pra ju mendoni që ai të vazhdoj me italianen, por me ju nuk duhet të ketë më asnjë lloj kontakti. Po, kur ko urë mbëjtja. Qartë. Shtëpia besoj banesa është në emrin tuaj. Po, në emër time të gruas. Në emrin tënd dhe të gruas. Vajza jeton me juve? Po. Vajza jeton me ju. E kuptoj. Kështu që djali nuk do rikthehet më tek ju, me sa kuptoj. Jo. E kuptoj. Dhe shkaku mbetet gjithmonë kjo shtetase italiane që ka për grua. Ajo mbetet. Pa ajo çfarë problemi ka me ju? Nga që ju nuk e doni apo ka ndonjë problem tjetër? Nuk e duam. Nuk e doni. Arsyeja që se doni? Ai pi drogë, drejt, më betit. E kuptoj, po bashortja italiane pikë drogë dhe ajo? Ajo mësoj edhe. E kuptoj. Ata e kishin ndezur tu në helma ku e në të natës. E kuptoj, qartë. Është martuar, janë celebruar të dy, apo jo? Jo. Bashketojnë, thjesht bashketuesja. Dhe ju thoni, ajo është përdoruese lëndëve narkotike, ja ka mësuar edhe djalit tënd. Po mirë, në Shqipëri ku e gjejnë drogën ata? Po dihet. Nuk dihet. Tani, ju jeni të friksuar që kjo italiania është jashtë? Edhe mund t'ju dëmtoj? Friksuemi edhe lagje tjetër më thanë. Friksuemi, vërrim gjumë në radhë. Ku jeton bashkëtuesja e djalit italiania? Tu në kim një lagje të 2 metra më tuti. E kuptoj, po në shtëpi me qëra? Jo, rritë njeri aty të një qunë aty. Tek një qunë? Janë familje, të familje janë ata. E kuptoj, qartë. Po në qoftë se djali mbasi ta mbaroj dënimin, do heqi dorë nga kjo bashkëtesë me këtë shtetase italiane, ju do arrini ta pranoni djalin tuaj në shtëpi? Jo. Nuk e doni më. Ai që vonë që ne flim gjumë radhë kur çek duhe, flim gjumë radhë. Po kshu i dhunshëm ka qenë gjithmonë? Po me. Pra do të thotë edhe gruan e parë që ka divorcuar e ka dhunuar? Jo, gruan nuk e dhunon të parë. Nuk e dhunon, dhe vetëm juve ju dhunon? Ku vinde tuaj nuk ishe... Do të ma fiksu o të ashtë. E qartë. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, ishte një bisede gjatë në fakt me zotrin, ka dhënë detaje shumë tronditse, ka marrë një urdhër mbrojtje dhe një lagje matan. Në fshatin Agim jeton shtetase italiane dhe ne gjumin e bëjmë me radhë në familje, dikush duhet të ri zgjuar dhe kjo është akoma dhe më tronditse, pavarësisht se dhunuesi është tashmë i arrestuar dhe pritet dënimi i këtij të fundit të hetohet dhe më pas të dali përpara gjykatës për të marrë dënimin. E fillojmë me Eduardin, avokat. Edi, çfarë të bëri përshtypje nga komunikimi i zotrisë? Po zakonisht situata tilla, domethënë jemi mësuar të shikojmë po them në një familje që është në gjakmarrje ngujuar. Pra të rish në shtëpi tënde me frikë, me terror, dhe duke bërë gjumin me turne. Po.
pa patur nevojë pra në shtëpinë tënde ku ti janë disa breza, është një histori. Është e gjithë biografia e familjes tënde, rrjeshtat, çdo gjë, pra aty ku vjen i vjen, po them, asaj dhomes era nën dhe era bab dhe të rish me frikën pas disa dekadash në shtëpinë tënde, të rish me frikë se do vi, po them i biri, bashkë me nusën italiane dhe të rish në terror, kjo mendoj që është në kufit e anormalitetit. Okej? Por e parë pikpamjen tjetër, ka bërë zgjidhjen e dur që është njoftuar policia, sepse raste të tilla kanë shumë nevojë që të institucionalizohen edhe në aspektin penal, pra që të merren masa, por edhe në aspektin për të bërë një vlerësim më të saktë psikologjik apo psikiatrik të birit, duke qenë se nga ajo që dëgjuam është edhe përdoruesi i substancave të ndryshme, drograve apo elemente të tjerë, sepse shpesh herë janë pikërisht ajo që ti dyshoj edhe më parë, në analizën pjesën e parë. Po sepse mënyra se si ndahet dhe klasat e substancave duhet parë pak, sepse substancat psikoaktive janë, po themi ato më të letat, duke vazhduar tek nikotina, tek kafeina, tek taurina, tek po themi marijuana e tjerë, substanca pak më të rënda, ku bën pjesë edhe drogra të cilet kanë një mënyrë ose ndikim shumë më të fortë edhe në neurotransmetuesit, por edhe mënyrën se si ndikojnë në impulset e personit, duke bërë që mund të jetë agresiv her pas here dhe në momentin që një substancë narkotike bashkohet me një element siç mund të jetë dhe alkooli, pra kjo më pas e bën akoma dhe më të fortë për dispozitin që ai të shfaqë sjellje për reagime impulsive, zemëruese dhe agresive. Madje kanë konsumuar edhe gjatë gjithë këtij muaji që kanë qenë në Shqipëri, që nga 27 shkurti i moshuari thotë që kur u bën bashk, pasi shtetaseja italiane nuk e di për çfarë motivi ka ardhur 24 orë më pas, me datë 28 shkurt, thot zotëria, ndoshta i ka parapriri biri dhe më pas i ka hapur rrugën edhe bashkëtuesës duke ditur që familja nuk e do, por për gjatë gjithë këtyre kohëve, thot ai, që kanë qëndruar përveç problematikës që kanë shfaqur të dhunshëm, kanë konsumuar lëndë narkotike në shtëpinë time. Po, lëndë narkotike është një zgjedhje personale e tyre dhe kjo të mbetet e tyre, por ne duhet shikojmë dy momente. Pra, të vajzës italiane, e cila me prindit e tij nuk ka asnjë lloj raporti, se mendoj që nuk kanë asnjë lloj komunikimi edhe për shkak të gjuhës, sepse mbi të gjitha vajza ka zgjedhur të birin. Edhe në këtë rast, hapi i parë që ne duhet të trajtojmë është marrëdhënia që ka vajza me të birin. E para dhe e dyta, edhe prindi nuk duhet të jetë kundra zgjedhjes të birit, por i biri në momentin që ka partneren, bashortën, të fejuaren, apo çfarë do lloj emri ti vendosim, mund të dalin në shtëpi vete. Të qëndrojë, të bashkëtojë. Siç edhe ka dalë zonja në fjalë. Po, eksaktësisht pra, sepse këtë po them, mund të dalin në një shtëpi në vete, pa cënuar edhe marrëdhënien e tij me prindërit e tij, pa futur në konflikt, edhe partneren apo bashkëshorten e tij me prindërit e tij, ku të dy mund të jetojnë në të dy palët. Çfarë emri vë kësaj lidhje 7 vjeçare? Që zotëria dyshoi që ka qenë ndoshta edhe më parë kur ai ka qenë i martuar. Çfarë emri mund t'i vësh kësaj lidhjeje? Po, ajo duhet parë pastaj në marrëdhënien e tij pse nuk ka funksionuar, nëse kanë qenë të njëjtën element prezent, pra nëse ka qenë elementi i dhunës, nëse ka qenë elementi për shemb e një personi i cili nuk ka patur asnjë lloj përkushtim ndaj familjes, sepse me sa dëgjojmë ai ka dhe një fëmijë me martesën e tij të parë. Dhe ardhur në këtë moment tregon që edhe kujdesi ndaj fëmijës e ka për sa i përket donacionet ose kontributit që duhet japi ekonomik, po themi që nuk është i pranishëm, pra nuk e shikojmë që ai këto elemente ekonomike ofron drejtim të fëmijës vet. Është një martesë për shkak të mos funksionimit dhe arsyeve të tyre, pra janë ndarë, ku secili ka marrë. Jo, dua të di këtë marrëdhënie me shtetasen italiane, çfarë emri mund t'i vësh? Është një marrëdhënie ndërtuar midis tyre. Pra, ai ka jetuar në Itali, ka jetuar disa kohë, mund të jetë një orë me njëri tjetrin. 12 vite. 12 vite. 7 prej cilave i ka me shtetasen italiane, por babai e hodhe hipotezën që mund të ketë edhe më shumë se 7 vite. Po, shiko. Edhe gjatë kohës që ka qenë i martuar, pra. Okej, kohëzjatja është një element që shikohet pra edhe marrëdhënia ngushtë mund të ketë me njëri tjetrin, por dashuria mund të ndodhet edhe për 7 muaj, edhe për 7 vite, edhe për 17 vite. Pra, ne po shikojmë fenomenin që sjell, pra, çfarë mbar, sepse duhet studiuar pak dhe arsye që ka zgjedhur nga Italia dhe vinë në Shqipëri. Pra, ata arrin bashkë për arsye bashkëtese, intime, dashurie dhe gjithçka tjetër, çfarë do lloj emri t'i vëmë, apo për shkak të konsumimit të lëndëve narkotike, të shoqërisë që lënda narkotike kërkon në fakt.
Kjo duhet parë pastaj se kush janë pikat e bashkimit midis njëri dhe tjetrit, sepse po them të konsumosh një lëndë narkotike, sepse në këtë moment që ato janë kthyer në Shqipëri, pra bëhet fjalë për një terren të ri për nusën e tij që është italiane. Pra nëse në Itali ata kanë krijuar grupin për shumë vitesh, këtu në Shqipëri nuk e kanë një të tillë. Por mund të jenë të gjitha bashkë, mund të jenë edhe disa prej tyre, por nuk është kjo ajo që pra po denonconte babai. Ai ishte elementi i dhunës që i biri ushtron drejtimin të familjarëve të tij. Pra dhe kjo tregon që ai mund të jetë një person i dhunshëm, mund të jetë një person i cili po kërkon diçka ndoshta me anë të forcës, pra nuk po kërkon si pjesë takuese të drejtës së tij apo si një pjesë kontributore e tij që mund të ketë brenda familjes, por po përdor forcën, atë mbi të cilën shpesh familjarët nuk e kanë pranuar, e kanë denoncuar dhe ai sot ndodhet fiks në vendin. Atëherë, dua të bëj një analizë për të kuptuar pak më tepër. 31 vjeçari ka këtë marrëdhënie konfliktuale deri në dhunë fizike me babain e moshuar për shkak të mos raportit të tij me të birin nga martesa e parë? Po kjo tregon, Mungesa e të birit e bën edhe dhunues ndaj babait apo jo domosdoshmërisht? Duke qenë se martesa e parë për cilën babai di, pra për ish nusën, foli fjalë të mira, pra dhe një marrëdhënie korrekte dhe e vlerësonte dhe janë ndarë, dhe për vetë faktin që vlerësohet nusja dhe i biri nuk ka të njëjtin vlerësim nga ana babait, tregon që mund të ketë qenë një shkaktar, po themi, i të njëjtës situatë, mbi cilën nuk ka funksionuar martesa e parë dhe janë ndarë me njëri tjetrin. Ki hodhe dyshime për martesën e parë, që ndoshta mund të jetë një martesë me mbledhëri e gjetur nga familja, pikërisht nga këta prindër. Po, shiko, prap tu të vim në një pikë tjetër. Martesat me mbledhëri, edhe pse mund vinë nga familjet, sërish atë pon ose jon e ka personin që martohet. Jo domosdoshmërisht. Po, tani flasim për një moshë 31 vjeç. Pra nuk është një moshë e cila po vjen, po themu mbi 45 apo 50 që është akoma dhe më e hershme. Sepse brezi 90, 91, 92, 93 janë akoma dhe sot. Edhe kanë kapur, për fatin e mirë, kanë kapur, po themu, të dy kohët. Jo, për shkak të mentalitetit të them. Shpeshherë ka fëmijë që nuk e kundërshtojnë prindin, i thotë ky është burri apo gruaja jote e ardhshme dhe ato pranojnë. Okej, nëse ose është ai instinkti i parë, tërheqja e parë emocionale ndaj personit tjetër dhe thua po. Atëherë, jo një paralelizëm, po bëjmë një krahasim midis dy hipotezave. Nëse martesa e parë mund të jetë me mbledhëri dhe nuk ka funksionuar për shkak të mbledhërisë, martesa e dytë që e ka zgjedhur vetë dhe aq më tepër në një kulturë pak më të hapur se ne, pak më liberale dhe më demokratike në mënyrën se si ndërtohet një marrëdhënie, sot do ishin të lumtur, jo në konflikte. Pra, tregon që nuk është konflikti pikërisht në mënyrën se si është zgjedhur martesa e parë me apo pa mbledhëri. Mendoj që nuk është ky faktori kyç në këtë rast. Tregon që djali si një individualitet, pra mënyra se si është rritur, mënyra se si është pozicionuar, edhe kur ka qenë i pamartuar dhe i martuar, edhe kur ka patur statusin e qenit baba, tregon që ka qenë shumë pak i angazhuar për të mbajtur një familje të shëndetshme. Më pas ka zgjedhur të shkojë në Itali, atje normalisht si çdo i ri pasi është ndarë, është drejta e tij për të krijuar një marrëdhënie, por duhet parë se si piktakohen, pra ka një pikë takimi midis rastit parë dhe rastit dytë, elementi i dhunës. Sepse shpeshherë ne thamë pak më parë në fillim, pra dhuna nuk është vetëm ajo dhuna fizike. Ajo është ajo që ne kemi dënuar më me forcë dhe është më evidentueshme dhe më e matshme, pra si dhunë. Por derisa të shkosh në dhunën fizike, janë disa lloje dhunas të përpara që shpeshherë shpërbëjnë atë bazën e brendshme familjare. Megjithatë, do kemi mundësi të rikthehemi edhe në pjesën e tretë me një koment tjetër tëndi në lidhje edhe me shtetasen italiane, provokuar motra e 31 vjeçarit nga kjo e fundit. Sherri ka filluar midis dy kunatave dhe dhuna ka filluar fillimisht nga shtetasja italiane përkundrejt motrës së 31 vjeçarit dhe më pas ka ndërhyrë palët e tjera. Ndjekim publicitetin e dytë dhe të fundit dhe rikthehemi në pjesën e tretë për ta përmbyllur me komentin e avokatit edhe të psikologut gjithë ngjarjen e rëndë që ka ndodhur 2 ditë më parë. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e tretë dhe të fundit, por flasim për dhunën në familje, ku një 31 vjeçar nga fshati Agim në Fier ka dhunuar babain edhe motrën. Intervistën e babait e kemi ndjekur drejt për së drejti në pjesën e dytë të emisionit dhe e mbyllëm pjesën e dytë duke komentuar psikologu klinik Eduard Tafa. Edi, dua të ndaloj tani raporti shtetasit italiane si bashkëjetuese që mund të ketë pasur një raport përpara se të mbyllej martesa në fakt e 31 vjeçarit. Bie Zilja, të kërkoj ndjes Edi, të kisha përfunduar të paktën pyetjen.
sepse avokati zoti Ylli Kameri kërkon të ketë disa detaje nga i moshuari, shpresoj... Alo, përshëndetje? Në fakt, unë doja të flisja me babain tënë, me zotin Peqi, nuk e di a ndodhet në shtëpi apo jo? Unë jam e Visameti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në News 24. Po ju shoh. Faleminderit shumë që po na ndjek. Ju besoj jeni motra e dhunuar, apo jo? Çfarë ka ndodhur midis teje dhe shtetases italiane, bashkëtuesës së vllajit? Më bëj pak i pyetje? Edhe një herë të lutem? Më bëj pak i pyetje? Nuk e dëgjoj, ju lutem Regja, më vini në komunikim me zonjën, po? Më dëgjoni? Po? Është për publike kjo gjendja e kësaj? Nuk e dëgjoj zonjën. Është për publike kjo Se gjendje? është për publike? Sepse nga komunikata e policisë të gjitha mediat kanë shkruar në lidhje me ngjarjen që ka ndodhur 2 ditë më parë. Këtë gjë mund t'ja kërkosh policisë pse kanë nxjerrë në fletoren zyrtare, ne jemi këtu për të zbardhur të vërtetën. Dhe babai mbrëmjen e kaluar ka deklaruar që sherrri ka nisur midis teje edhe shtetases italiane. Çfarë ka ndodhur? Ashtu si të thallë babai. Po, ju e dini më mirë, ju kuptonit italisht, ajo fliste shqip, më flit pak. Nuk e kuptoja, thjesht kuptova që më shau në italisht ose që thosha e të gjëra. Të shau në gjuhën italiane, apo jo? Babai ka hedhur hipotezat që shtetase italiane dhe vllai yt mund të kenë pasur një raport përpara se ai të divorcohej nga bashortja e tij e parë. Po, kam pasur raport. Kanë pasur raport kur ai ishte i martuar. Ju përse nuk e doni këtë shtetase italiane? Sa babai vetë dije një gjë, vetë pin atë jam narkotike, ke frikë një bashkë në shtëpi, domethënë. Pse ndërhyri vllai midis bashortes së tij, bashkëtuesës së tij, edhe ty si motër 2 ditë më parë? Nuk kuptoj. Pse vllai u përfshi në debatin që ju kishit? Sepse është përfshirë vllai, por më pas edhe babai, se jeni 2 viktima, je ti dhe babai. Po. Kush ju dhunoi? Po si është me mua, Po? italianin, Po? edhe e ka që të dilte për jashtë, i pastaja më hakroti mua vllai. Dhe pse duhet të dilte për jashta? Pse duhet të dilte? Nuk e doni në shtëpi. Nuk e donet. Po mirë, ajo kishte ardhur 24 orë pas vllait, me 28 shkurt, tha babi. Ju pse se kërkuat për gjatë gjithë këtij muaji, që ata të largoheshin? Jo. Babai tha që ka ardhur në datën 28 në mars, jo në shkurt. Në mars, vetëm pak ditë pra, jo një muaj. Vllai ka ardhur në 27 shkurt, kurse kjo erdhi në datën 28 mars. Dhe që aty u trazuan ujërat, apo jo? Po. Si ishte marrëdhënia juaj me vllain gjatë këtij muaji përpara se të mbrinte shtetasja italiane? Mirë ka qenë. Mirë. Jo i dhunshëm? Jo. Konsumonte lëndë narkotike? Na bërtiste në herë kështu, po për dhunë jo. Vetëm ju bërtiste. Tani, babai mbrëmjen e kaluar më deklaroi që shtëpia është në emër të tij edhe të mamas. Është larguar, e riprovojmë edhe një herë, se nuk arritëm t'i bënim të gjitha pyetjet dhe kisha shumë vështirësi edhe në kufje të kuptoja se çfarë thoshte vajza. Gjithsesi, të jap fjalën Edi për ta përmbyllur. Pra, ka qenë i qetë për gjatë gjithë muajit dhe me sa duket me 28 mars, pas ka mbritur shtetasja italiane dhe ka trazuar ujërat. Kjo pak është paradoks, që sa ka ardhur italiana i ditë më pas dhe ajo ka ardhur ka ndezur të gjithë, po themi, sherrin apo flakën brenda familje. Sepse para italiania... Më shau, tha në gjuhën italiane. Okej, sharja mund të vijë si derivat edhe problematikës mosmarrëveshjes që mund të kenë me njëri tjetrin. Po që të vijë italiana dhe të hapi luftë brenda shtëpie, edhe sidomos ndaj disa anëtarëve që as nuk dinë gjuhën, as nuk kanë, pra, nuk e kanë as një lloj detyrimi apo as moral, as detyrimi për sa i përket marrëdhënies që mund të kenë patur me të. Se nëse do kishte qenë ish nusja në një situatë të tillë, ka një lloj detyrimi ose vetë familja ndihet pak në obliguar që deri diku të japi disa sqarime, sepse kanë jetuar, bashkëjetuar bashkë,
janë gjyshër të një fëmije që pavarësisht mbarvajtjes se si ka marrëdhënie djali me ishnusën, pra sërish ato janë gjyshër me ishnusën. Por kjo duket një lloj paradoksi. Mendoj që ardhja e tij, pretendimet që mund të ketë patur apo kërkesat që ka patur ndaj familjarëve, pra ndoshta duke synuar ndonjë pronë, duke synuar ndonjë pjesë të pasurisë apo diçka që e lidha të bashkë me familjen, ose për shkak të kontributeve duke qenë se ka jetuar në Itali, kontributeve që mund të ketë dhënë në para në drejtim të familjes, por nuk e ka gjetur vetëm pjesë. Po pra janë të gjitha këto pikë pyetje që duhet kishin marrë përgjigje. Janë shumë pikë pyetje, sepse Italiania është njësoj sikur njëri nga ne të shkojë në Itali për shkak të futet në familjen e dikujt dhe të ketë pretendime të bëjë luftë atje. Pra mendoj që është pak tepër vështirë për ta racionalizuar në këtë lloj forme. Por e gjendur midis familjarëve, duke qenë se ka patur debat dhe nëse gjuhën e ka kuptuar e motra e djalit dhe normalisht mund të ketë debatuar në të njëjtën gjuhë me të, mund të ketë patur patjetër dhe fyre, sepse në konflikte dhe debate shpesh herë kalohet masa e komunikimit të shëndetshëm. Megjithatë, ajo tha dhe ishte transparente dhe unë e përshëndes, shpresoj të vihemi në komunikim përsëri me vajzën, sepse avokati ka ngritur disa pyetje në lidhje me urdhrin e mbrojtjes, distanca që duhet mbajtur në lidhje me pronën që është në emër të babait dhe të nënës, por që njëkohësisht ne nuk e dimë edhe kontributin e 31 vjeçarit. Pra ka shumë pikë pyetje në gjithë këtë histori. Sepse dhe një pikë pyetje është nëse vajza, pra italiania... Na ka ofenduar për gjatë një muaji, por nuk na ka dhunuar. Po tani edhe ka eskaluar pastaj dhuna nga ajo verbale në atë fizike. Eksaktësisht, por nëse italiana evidentohet, pra që ti e provon që ajo ka shkaktuar këtë dhunë, sepse nuk futet në elementin e dhunës fizike, por është një dhunë psikologjike dhe përderisa ti, pra në farë mënyrë dy familjarë janë të detyruar të jetojnë me turën e brenda shtëpisë tyre se mos sulmon natën, automatikisht edhe ndaj saj mund merr një urdhër mbrojtje. Por kjo duhet provuar edhe për ta bërë sa më transparente provën, duhet dokumentuar më pas. Prandaj që edhe kjo është një pikë pyetje në vete, që mund ta kishim, unë personalisht do e pyesja vajzën që çfarë masash ju keni marrë, sepse nëse ti je ndier, pra në farë mënyrë, pra e sulmuar apo e terrorizuar nga shtetësa italiane, patjetër se gjykata. Patjetër, tha. Unë kërkoja largimin e saj nga shtëpia dhe ajo më shau, tha, dhe aty eskaloi gjithë situata. Midis aktit dhe faktit është gjithmonë prova në mes, si duhet faktuar që të vërtetohet. Prova është që familja ka marrë urdhër mbrojtje, 31 vjeçari mas sigurie dhe do hetohet e gjithë çështja. Po e ka marrë nga i biri, jo nga shtetësa italiane, për ta parë nëse ajo është e përfshirë. Duhet ta theksojmë edhe këtë gjë. Përderisa dhe ajo po jeton një lagje më tutje tek ai ideali, siç tha zotria, tani ne nuk e dim. Avokat, jemi drejt fundit? Atëherë nuk jemi më në komunikim me vajzën. Po. Atëherë, marrëdhëniet familjare janë të sheta dhe shteti duhet bëjë çmosin që të rrijë sa më larg këtyre marrëdhënieve familjare dhe duhet futet nëpërmjet mekanizmave ligjor vetëm atëherë kur krijohen kushtet apo predispozitat. Po kështu edhe shteta si shqiptar, të cilët duan të mbrojnë marrëdhëniet e tyre familjare, duhet të kenë parasysh që gjithmonë sa herë që ndodhen përpara një akti të dyshuar apo të frikshëm dhune, i cili nuk ka ndodhur, po edhe mund të ndodhë në të ardhmen, pasi premisat janë, mund t'i drejtohen gjykatës për marrjen e urdhrit mbrojtjes, edhe për përcaktimin e masave të nevojshme që të sigurojnë marrëdhëniet familjare për të mbrojtur nga dhuna në familje. Si nga ajo seksuale, si nga ajo ekonomike, si ajo nga dhuna psikosociale dhe shfaqjet e tjera të dhunës nëpërmjet veprimeve apo mosveprimeve. Ajo që bën që e ndërlikon problemin është fakti, dhe më thënë që edhe urdhri mbrojtjes, edhe kallëzimi penal për të mbrojt nga dhunuesi bëhen pothuajse njëkohësisht dhe me ndryshimin e marrëdhënieve familjare ndryshojnë tërësisht edhe kushtet, por nuk ka me tërheqje mbrapa nga kallëzimi penal që ka bërë viktima në këtë rast e veprës penale. Dhe kallëzimi edhe deklarata përpara oficerit policisë gjyqësore kthehet në provë pothuajse pak kundërshtueshme, dhe që interpretohet edhe nga gjykata, edhe nga praktika gjyqësore, pothuajse në kundërshtim me parimin e prezumimit të pafajësisë. Pra një person i cili shkon përpara gjyqtarit, përpara prokurorit dhe procedohet për dhunën në familje, nuk e gëzon realisht parimin e prezumimit të pafajësisë, sepse kallëzimi penal duhet të rrëzohet ose të dalet një rrem dhe personi që ka bërë kallëzim duhet që të procedohet për kallëzim të rrem, vetëm në këtë rast mund të marrësh pafajësi. Shpesh herë kjo është pothuajse e pamundur në mënyrën se si procedohet edhe në mjetet ligjore që ka një avokat apo një mbrojtës ligjor për të pasur përpara.
Prandaj, duhet kemi parasysh që masat e këshillat e urdhrit fundit, mbrojtjes duhet jenë ato të nevojshme për të parandaluar dhunën dhe për të mbrojtur viktimën nga ose personin që pretendon nga dhuna. Trajtimi civil i këtij problemi, trajtimi nëpërmjet një ndërmjetësi, trajtimi në mënyrë humane, në mënyrë vëllazërore dhe në mënyrë të drejtë për drejtë ndihmon palët që trojnë nderin edhe dinjitetin e tyre, si përballë organeve shtetërore ashtu edhe përballë familjarëve. Në këtë rast, motra me personin që ka qenë banesë nuk kishte fare asnjë lidhje, sepse duhet komunikonte nëpërmjet babait ose nëpërmjet vllajt, cilët i kishte persona të afërt për çdo problem që do kishte me personin. Dhe në këtë rast mund të ketë qenë katalizator për të përshkallëzuar elementet e dhunës edhe për të proceduar një person i cili tashmë ndodhet i izoluar dhe për shkak të politikës penale në dënimin e këtyre veprave do marrë një dënim shumë të rëndë. Prandaj unë mendoj që duke përcaktuar masën e largimit nga banesa brenda një afati shkohor, 1 muaj, 2 muaj apo 3 muaj, kjo ngjarje do ishte shmangur edhe nuk do kishim një dhunë familje, por do kishim një trajtim të çështjes në brenda të gjithë kritereve ligjore. Në frymë vëllazërore, kjo është domethënë dhe humane. Ju falenderoj të dyve për prezencën në këtë studio, falenderoj dhe gjithë ata që na kanë ndjekur në transmetim të drejtë për drejtë në lidhje me këtë ngjarje, në këtë pjesë të fundit, foli dhe vetë ajo që ishte në konflikt të hapur me shtetasen italiane, nga ku nisi gjithë zanafilla e një dhune që eskaloi më pas tek vetë vajza, por edhe tek babai i saj. Bashkë do takohemi në ditët në vijim me të tjera ekskluzive, me të tjera ngjarje të fundit. Ndërkohë, linja kalon në studion e informacionit, bashkë takohemi në ditët në vijim.